Presidenti Bajram Begaj uroi sot punëtorët për ditën e 1 majit, duke shprehur nderim dhe mirënjohje për sakrificën, për kushtimin si dhe ndershmërinë e tyre. Kreu i shtetit vlerësoi njerëzit e punës së ndershme, duke theksuar se janë ata që ndërtojnë çdo ditë Shqipërinë. Në 1 maj nderojmë dhe shprehim mirënjohjen më të thellë për njerëzit e punës, të cilët me përkushtimin, sakrificën dhe ndershmëri ndërtojnë çdo ditë Shqipërinë, shpreh Presidenti i Republikës në këtë mesazh. Presidenti Begaj vlerëson ndër të tjera se ata duhet të kenë mbështetje maksimale, ndërsa e konsideroi ditën e 1 majit si një moment kujtese të shoqërisë shqiptare për më shumë drejtësi sociale dhe solidaritet. Kjo ditë duhet të shërbejë si një kujtesë e fortë për gjithë shoqërinë, që t'u jap punëtorëve forcës që krijon përparim dhe begatim, më shumë drejtësi sociale dhe solidaritet. Faleminderit çdo njeriu të punës, shkruan Presidenti Begaj. Ndërkohë edhe kryeministri Edi Rama përcolli një mesazh urimi me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorëve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shpreu vlerësime dhe respekt për të gjithë punëtorët shqiptar, duke i uruar atyre një ditë të mbarë dhe punë të begatë. Mirëmëngjes dhe me zemër e respekti uroj çdo shqiptari punëtor, punë e ditë të mbarë 1 maj, shkruan Rama.